Më vonë unë kuptova që ekzistonin dhe shërbimet e huaja të cilët ishin shumë prezente dhe që praktikisht prodhuan skorta mbrojtëse dhe këto struktura u bën shumë prezente gjatë gjithë kohës. Mbi këto struktura tashmë... Ja, prit. Mos e vazhdo këtë. Shërbimet e huaja... Mbi këto struktura, do them këtë fjalë, mbi këto struktura ndodhen ato ngjarje që me drejtë ti... Po pritur. Tani fillojmë. Tani, që do të thënë, je duke thënë që shërbime sekrete të huaja ndikuan Partinë Demokratike? Absolutisht. Po si ndikuan shërbimet sekrete? Në prodhimin e këtyre eskortave të cilat mitin e mbajtën në krye. Tani ti po thuaj që Partia Demokratike ka pasur bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete tuaj? Po të kujt UDB, se nuk po flasim për CIA. Po flasim gjithmonë, jo, nuk është vetëm UDB-ja. Po kush është? Ka qenë konjunkturët greke shumë prezente. Greke? Po. Në Partinë Demokratike? Do të shërbimi sekret grek dhe shërbimi sekret serb. Në mënyrë posaçme serbët, po kanë qenë edhe grekët prezent. Po çfarë bën ata në parti? Çfarë bën ata në parti? Së pari morën drejtimin si themun, që drejtimin, jo vetëm politik, po edhe drejtimin ekzekutiv të Shqipërisë. Dhe mbi këtë drejtim ekzekutiv, filloi strategjia e dytë e shkatërimit komplet të industrisë shqiptare. Dhe shkatërimi ka filluar... Kush ishin këta? Kontributi tyre u bë evident më vonë. Në këtë periudhë ne ishim të futur në linjë idealiste.